Në ndërtimin e autostradave në korridoret 8 dhe 10D, të cilat po realizohen nga konsorciumi amerikano-turk, Bechtel dhe Enka, gjatë muajit nëntor 2025 kanë qenë të angazhuar gjithsej 2131 persona, përfshirë punonjës të kontraktorit kryesor, nën kontraktorëve, ofruesve indirekt të shërbimeve dhe kontraktorëve të specializuar. Sipas raportit të mbikëqyrjes për progresin e punimeve, të publikuar nga ndërmarrja publike për rrugë shtetërore në terren, janë përdorur gjithsej 1290 njësi pajisjesh. Sipas raportit, gjatë nëntorit të vitit të kaluar, kontraktorit janë paguar 1 miliard e 150 milion denar. Në këtë periudhë janë kryer kryesisht hulumtime gjeoteknike, projektim dhe përgatitje të specifikimeve teknike për autostradat, projekte për shpronësim, menaxhim të përkohshëm të trafikut, si dhe prishje dhe largim të objekteve ekzistuese. Po ashtu, janë realizuar punime ndërtimore që kanë përfshirë punime toksore, drenazh dhe ndërtim objektesh. Punimet gjeoteknike kanë përfunduar në segmentin Tetov-Gostivar, ndërsa vazhdojnë në segmentet Gostivar-Bukojçan dhe Prilep-Manastir. Aktualisht po punohet në 7 ura, 8 mbikalime dhe 3 nënkalime. Deri në fund të nëntorit 2025 janë realizuar mbi 4.9 milion metra kub gërmime dhe rreth 1.45 milion metra kub mbushje. Gjatë vitit 2025, konsorciumit Bechtel dhe Enka janë paguar gjithsej 147 milion euro, ndërsa për vitin aktual janë planifikuar pagesa në vlerë prej 103 milion euro.